Dhe diçka tjetër, të jesh personazh publik dhe të vuash nga validimi janë dy gjëra që nuk shkojnë bashkë. Edhe unë kam thënë të herë të tjera që nga validimi nuk vuaj dhe me veten ndihem shumë mirë dhe dua shumë veten. Por, doja t'i rikujtoja të gjitha këtyre faqeve të tjera, që ndonjëherë kanë aty në bio që suportojnë dhe vajzat apo janë dhe psikolog. Doja t'i thoja që pas çdo viraliteti që bëhet ku shqiptarët argëtohen me diçka, varet çfarë bëhet virale në kohë. Doja t'i thoja që pas atij lajmi është një person real me ndjenja, me emocione, me gjak, me gjithçka që ti po e kushton. Jo në rastin tim, po në shumë raste të tjera që kam parë, ka njerëz që i projektojnë shumë keq. Dhe do them edhe që mungesa e prezencës apo e leadershipit të një personaliteti publik, unë mendoja që duhet kritikuar. Sa do që po kritikohem unë, nuk e parashikova në mënyrë të tillë.